edhe për kujtimet dhe ndjesitë e përvjetoreve të vëllait të tij, herojit ton Agim Ramadanit Katanës, i cili do të mbushte 63 vjet pikërisht dje më 3 maj. Mirëpres në studio për këto dhe plot të tjera, Jasha Ramadanin. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, Jashar. Është shumë derë për mua t'ju kem në studio. Faleminderit për kohën. Atuemi, ky është vendi për ju. Faleminderit. Faleminderit shumë që je sot me ne në këtë pasditë. Sinqerisht e vlerësoj shumë prezencën tuaj, që na thatë po edhe që gjatë të kohë, biles duke e ditë që nuk i keni pas, e thashë edhe për shikuesit, nuk i keni pas të shpesh të daljet. Ka qenë kjo zgjedhje juaja, ose mbase ngarkesa e punës, orar pa orar? Më shumë ngarkesa e punës. Më shumë ngarkesa. Dashtëm që veprat flasin. Dhe ashtu në fakt keni bërë, sidomos nëse nisemi nga profesioni juaj, me që edhe jeni pensionuar tashmë, pashtë edhe fotografi, duke një përshëndetje shumë e ngrohtë e njerëzve që të kam vlerësuar për gjatë gjithë këtyre viteve. Është vështirë ju personalisht të përshëndeteni, të ndaheni nga ky profesion që është mision i jetës? Unë po besoj se vetëm administrativisht ka ndodhë kjo, e për ndryshen shpirtërisht nuk mund të ndodhë. Edhe vazhdojmë të punojmë, vazhdojmë të mendojmë për profesionin. Po i ka dhe anët tjera që unë do të mundohem që gjatë veprimtarisë time, prej fëmijërie, jete, fakultete, puna krejt, po sidomos prej krijimit të familjes i ka mungu shumë. Shkaku i obligimeve që i kisha, po do të mundohem që në pension t'i kompenzojmë dal ato që ka mund të arrijen të kompenzojmë. Ta kanë shprehur shpesh këtë që ju ke mungu mbase edhe në data të rëndësishme, në momente kur ata kanë pas shumë nevojë për prezencën tënde? Po, kanë ndodhur raste që fëmijët sidomos e kanë shpreh. Bashkëshortja nuk e ka shprej, po e ka pas, po unë kam qenë i lumtur që ka qenë një bashkëshortë aq e kujdesshme për fëmijët në mungesën time, që ka arrit me kompenzu mungesën edhe të merret me edukimin e tyre, duke pas parasysh se fëmijët i kanë edhe disa faza, s'po them çoroditshme, po të ndjeshme, të delikate, po ajo gjithnjë ka qenë pranë tyre. Mungesat e mia kanë qenë paka shumë të shkurtra, kështu që ishim në akordim mirë. A ka ndonjë moment më specifik që ndonjë rast që e keni humbë për shkak të profesionit, dhe që ju ka ngel kështu peng, edhe ndoshta edhe fëmijët ta përmendin, babi qysh s'ke qenë në këtë datë ose në këtë pjesë për ne? Po ka. Për maturë të djalit nuk kam qëllu, kurse vajza e vogël Elona, kur është dashur të shkojë në shkollë fillore, në klasën e parë që startoi, unë po ashtu kam munguar edhe ajo e ka shpreh me vaj, me krejt babit janë. E kuptueshme. Dhe ju ka emocionu, janë fjalë që sigurisht për çdo prind janë të vështira, sepse janë momente që ata i kujtojnë gjithmonë edhe normal kanë shumë të nevojshme me pas prindin aty. Po. E kuptueshme, por duke ditë që arsyet e mungesës janë për shkak të misionit më fisnik, besoj që edhe ata e kanë arsyetuar këtë. Po. Çka i thatë vetës në ditën e pensionimit? Kishte roj premtim kështu që përpas kohës që do ta kalosh me familjen që e folëm deri tash. Kisha shumë, mos them projekte, po plane, se normalisht e dim se do të vijë edhe ajo ditë, kur duhet pensionohemi. Edhe unë po besoj se ashtu si që mendova i thash vetës, tani e kam kohën ti përkushtohem më shumë familjes, edhe hobive të mia që i kam prej fëmirisë, disa peshkimi, gjuetia, me natyrën. Sa bukur. Edhe këto, po shpresoj që do të arrin të kenë kohë edhe fëmijët, edhe familja, bashkëshortja që të mbashkangjiten. Se pak këto janë hobit që
kojnë angazhim, pregaditje. E vërtet. E ata janë në vlugun e karierave të tyre. Mund të bashkangjiten ndonjëherë. Zoti Jashar, unë po thoja edhe shikuesve, dua që sot flasim pak për disa periudha të jetës tuaj. Do të ndalem tek zhegra, aty ku është edhe gjithë baza juaj, preardhja juaj. Cilat janë kujtimet e para që të vinë kur e përmendim zhegrën? Tuajat si i ri, të periudhave të ndryshme me familjen, që kujtoni më shumë? Është pjesë e jetës. Aktualisht jetoj në qytet në Gjilan, pas arë shkojmë atje shlyhet ajo. Përjetimi është i njëjtë, thusë s'ka pas shkëputje nga fshati. Aty jem si familje, po thuaj se 320 vite, si pas disa studimeve genealogjike të familjes. Jem si autokton ashtu. Edhe filet determinuese për të ardhmen, po thuaj se kanë fillu që në bankat e shkollës fillore, në zhegër, si për mua, si për agimin, si për vëllezëri tjerë. Di që keni qenë familje e madhe, si ka qenë një ditë tipike për ju si familje, edhe me shkollimin, ndoshta edhe me punët rreth fshatit, pra si keni pas ditët? Kemi pas, mos them hierarki. Apo, kush ka qenë? 2 motrat e mdhaja, ne ishim 7 fëmijë në familje, 2 motrat e mdhaja, të parat ishin, pastaj 5 vëllezrit. Unë isha i mesmi. 2 vëllezër më të mëdhej, 2 më të vegjël. Shto që secili ka pas një rol, një konform jetës fshatit edhe disa obligimeve që i ka fshati. Edhe ju kemi përmbajt aty. Duke qenë i mesmi, ke qenë më pak i angazhuar në këto punë rreth fshatit? Dhe thëja më shumë i angazhuar si këtej si andej. Nga dy anët? Shpesh më ndodhë të thyhen gjërat për mua si i mesmi. Isha një lloj balancuesi. Okej. E kam parasysh kur e them këtë më shumë për atë pjesën fëmirore, që ka qenë prapa skenave të prindërve, që çdo rini i ka ato momentet e veta dhe edhe ne i kemi pas ato aktivitetet sherret tona ndryshme që i kemi fsheh, por kur dekonspiroheshim pastaj ishi si vullnetare merr një fajin. Apo gjithmonë për t'i mbrojtur të tjerat, edhe motrat edhe vëllezërit. Nga prindrit të cilët fatkeqësisht nuk jetojnë më, kush ka qenë, pra me kë e ke pas muhabetin më të hapun, me kë ke folë më lirshëm? Prej nënës, të gjithë e kemi trashëgu butësin, urtin, dashurin, afërsin me njerëz, prej saj, kurse prej babajt, të themat, vendoshmërin, kam gullësin, ashpërsin, të drejtën, shto që ka qenë një kombinimi këtyre të dyja, po gjithsesi se nënën e kemi kursyer gjithherë ma shumë. Jo, vetëm të mirat i kemi nda. Nga të dy vlerat jashtëzakonshme njerëzore që keni marrë, cila mendoni që ka qenë nga sakrificat më të mëdha që ata si prind kanë bë për t'ju rrit juve, për t'ju shkollu? Kanë qenë shumë të mëdha, vërtet, se ishim studime jashtë Kosove, si unë, si Agimi, vlla, po disia kemi dalë. Kemi pas edhe angazhime tona personale si studenta me punë të përkohshme, të ndryshme, me qenë se atë botë edhe ndodhi pensioni i prindit e krejt, po kemi qenë këmbgulës dhe ja dolëm. Edhe ja keni dalë. Shpo e përmendni edhe heroin, Agim Ramadanin. Si kanë qenë raportet tua me të? Pra, keni qenë ata vëllezërit që edhe për të, ke ditë i mbulosh sherret kur keni qenë të krejt të rinj? Po, kemi qenë disi më të afërt në disa aspekte, se nuk guxojmë të flas ashtu me gjithë vëllezërit, ka qenë një raport me specifikat e veta, si e imja, si Agimit me vllaun e madh, me vllaun e dytë, me Bekimin të voglin, po neve më kujtohen që ato mbrëmjet edhe netët shpesh ndodhte deri në mëngjes që shkruanim së bashku poezi, ai për vete, unë për vete shkruaja.
edhe diku ka mëngjezi i lexonin njëri tjetrit. Po ka pas edhe sherrët të tjera që thash se baba ishte gjuetar dhe kishte një sandok të municionit edhe pajisjeve për gjuhë e tij. Po në rrethana caktuara të asaj kohe të viteve 60 është fjala. Babai na ka ndërtu për dhurat lloj pistoletash. Edhe që ishin me pjesë të plumbave, gëzhojat. Edhe neve kemi ditë se si bëhet mbushja me barote, me krejt. Edhe më kujtohet njëherë që na i vëllëm një sasi të barotit prej atij sandakut, i kemi mbush ato pistoleta, po kemi fut edhe gozhdat të vogla për dritare kanë qenë. Edhe banëm taman municion edhe kemi dalë mbi shtëpitë e disa serbëve atje. Edhe kemi shtin drejtim tyre. Pastaj kemi ikë se na hetuan. E krejt kështu edhe kemi mbajt shumë sheft, po ishin momente plot cilat e na bënë diçka të lëvizim, të bëjnë diçka kështu. Jo vetëm që Që nga vëzhgjëlia e keni ndjek të nevojën nga brenda që duhet bëhet diçka për vendin. Kur po përmendni poezit, kush ka shkruajt më mirë? Ose kur i lexonit njëri tjetrit, si ka qenë ai komenti ndaj poezive që keni shkruajt? Po ta them drejtën Agimi, se më vonë unë isha edhe si kryetari i klubit letrar në gjimnaz e krejt, por i kemi pas që të dytë një spektër gjanë karaktereve prej butësis maksimale që më mirë Agimi e ka shprej në opustin e poezive tia shprejet edhe të dashurisë edhe krejt, po edhe deri të ajo pjesë tjetër e karakterit të ashpërsis, të vrasësis të kohës, të historisë, të figurave të rëndësishme historike, kombëtare, që i ka kushtu poezi, edhe kështu që aje ka vazhdu në derisa u mora me studimet me mjekësi, mbeti pak më... Dua dëgjojmë pak Arbrin dhe të më japësh ndjesin për këto vargje. Shterëshin sytë nëse pushoj, lirin të ndë më nërruhe, malku që o gjakujmë nëse mbrasim, pa lëftuhe. Të shofë në sfond një foto që unë isha musafir në Qaplin, ku a i filloj si oficer të punoj atje. Edhe zakonisht për nënën festat ishin ashtu shumë, edhe të gëzimit, po edhe të lotëve. Se gëzoj kër ishin gjithë bashkë, po nëse mungon të dikush, prap lotët aty. Edhe njëherë, kur filloj Agimi të punoj si oficer në Hercegovinë, në Qaplin, për vitin e parë të ri jashtë shtëpisë, unë mora leje prej prindve, prej familjes, ta shumë po shkoj atje, edhe shoh këtë foto të asaj kohe. Dhe kemë biseduar gjatë, me pas ka përcjell jashtëzakonisht shumë situatën të asaj ish Jugoslavie dhe paka shumë me një lloj profecie ka ditë si do të shkonin rrjedhat. Kështu që shpesh i kanë nda dhe disa pikpamje që duhet të ndërmirën, që duhet i përmbahemi, veprime konkrete për në ardhmen. Për mua konkretisht ka marrë, thot, rekomandime, instruksione prej ti se duhet që të pregaditet populata për luftë, që është në vitet 90-ta. Pra e ka ditë që lufta është e pashmangshme. E ka ditë gjithsesi, por normalisht i kanë përcjell situatat jo vetëm Agimi, po edhe gjithu udhëheqësia në Kosovë dhe populli se duhet gjendet një momentum që t'ja dalësh. Vizioni ti ka qenë jo t'a provojmë. Po gjithsesi duhet se të fitohet edhe gjithherë ka pas bindje, vendoshmëri, se çfarë do që duhet në këtë aspekt mirë, po e ka ditë edhe ju ka përkushtu shumë me punë, se duhet
patjetër duhet punohet shumë. Ashtu edhe ndodhet dhe gjithë këto parashikimet të ti dhe mendimet të ti se çka duhet të bëj populli i Kosovës në atë periudhë, i ka nda, siç po thoni, edhe me ju, po besoj edhe me antarë të tjerë, me prindrit. Meraku i prindit e i nanës, sidomos për bijtë e tyre, edhe pse unë shpeshherë them duke pa edhe sot plot nana që janë gjallë, i kanë humbë bijtë e tyre, janë heroinat gjalla, të cilat nuk i kanë kursy, përkundrazi i kanë motivu djemt e tyre që me dhanë edhe jetën për këtë vend. Në rastin e juj, prindrit, qa kujtoni nga këto biseda që Agimi mund t'i kishte bë me ta? Për babajnë e disa i ka qenë më i rept edhe e ka ditë edhe rreziqet edhe gjithat, po edhe e ka pas edhe atë sigurinë se nuk do të bëj lëvizje, gjëra të gabueshme, do të thotë... Ka besu tek. Ka besu shumë, po ma shumë e kishte atë pikpamjen, donë të sigurohi se Agimi është i gatshëm edhe për shokë të tjerë, jo veç për veten. Edhe kur e ka pas këtë siguri, normalisht, është mbajt ashtu si ka ditajt, mbajt stoik i qëndrushëm, edhe kur është marrë lajmi se ka ra Agimi. Po, normalisht, vështirë ka qenë. Keni qenë ju në atë momente? Dhe nga kush e keni marrë? Isha në malet mes komunës Vitis edhe në Gjilanit, ku ishte një përqëndrim jashtëzakonisht i madh i popullatës, dikun rreth 15.000, nga të dy pjesë, të dëbuara nga shtëpit, edhe nga vllau Bekimi e ka marrë vesh. Atë kujtohet cilat kanë qenë fjallë që vllau Bekimi ti tha? Kemi komunikuar si rregullisht, ai derisa ishte në Zvicër, po kemi ditë se edhe telefonat për gjohën, kem pas një lloj gjuhë me të koduar, në atë formën që ti punon, a je duke punuar, do të thotë, a je në luftë apo jo. Do të po punoj, a je mrenda me punë apo jashtë dikun punon, si shkon situata krejtë. Edhe veç e mbaj mend se me bisedën e fundit shihemi së shpejti. Kjo ka qenë biseda e fundit që keni pas. Mund të shërbeni edhe me ujë dhe nuk dua që e kuptoj që është e vështirë dhe nuk dua ta bëj edhe unë më të vështirë këtë, sidomos duke ditur që jemi në këto ditët edhe mes përvjetorit edhe mes ditëlindjes, edhe për mua shumë e vështirë, por gjithë kjo konsideroj që është tepër e rëndësishme për historinë e vendit tonë dhe duhet edhe thënë publikisht një histori që nuk bën të harrohet nga brezat e rinj. Dhe a e keni këtë shpresë, me që pikrisht e thatë shpresojmë, a e keni këtë shpresë që brezat e rinj po rriten mjaftueshëm duke vlerësu atë që është bo për vendin, për herojnë tanë? Tash, unë më shumë të flasë si një familjar, një vllaj, një dëshmori. Kem momente kur jemi ndje mirë, në Kosovën e lirë, institucione, po kem edhe momente të shpeshta zhgënjimi, edhe në biseda me njerëz të ndryshëm. S'kemi dash të bim në nivelin të thomi, ata kanë ra për vendin. Nuk kanë ra vetëm për vendin, kanë ra edhe për njerëzit. Edhe obligime është shumë të ka. Pas luftës me njerë gjithë e dim se kemi qenë të ranguar për nga optimizmi në vendin e parë në botë. E tash nuk është më rëndësi, se nuk e di se ku qëndroj me këtë optimizm kur lëshohet Kosova prej kuadrove të gatshëm. Këtu dikush duhet ta ketë pagës fajsin, duhet merret ma seriozisht me këtë çështje se nuk është ndryshe, nuk e dim si e konceptojnë amanetin, nuk është një fjali vetëm.
Ajo është e tërë jeta e pas luftës në liri për cilën edhe kanë shku ata. Më vërtet. Kështu që janë aspektet e përgjithshme në të gjitha aspektet që duhet të luloj jeta këtu, të jetë një shtet konkurent me komplet, jo vetëm në rajon Ballkan, po edhe në krejt Evropën. I kem kapacitetit, nuk di ku po ngel situata. Kemi shumë të drejtë dhe pajtohem plotësisht me këtë që thatë. Shpresojmë shumë që këtë optimizmin edhe këtë shpresën që na ka karakterizu që të mund si popull, me thonë ta kthejmë, se sikur e kemi hum pak, e pa tjetër që ka një fajtor për këtë. Do të flasit dhe pak me që ajo fotografia, ishte edhe Zonja Shukrije, Agimi ka lënë edhe 3 fëmijë, cili ka qenë raporti jëtë më pas me fëmijët, edhe sa e vështirë ka qenë rritja e tyre edhe mësimi i jetës tyre pa Agimin. Për këtë pjesë, më shumë është për kujdes Shuka, bashortja Agimit, për arsye se ata ngelen në Zvicër. Edhe vllai Bekimi ka qenë që është marrë më shumë me çunat, me Edin, me Jetin, do thotë. Lorina ishte fare e vogël. Edhe ka qenë vështirë. Dëshira e babait ton ishte që të kthehen këta në Kosovë. Unë e kam përkra Shukën që të qëndroj atje derisa të formalizohen fenomenet e letrave, të pasaportave, të shtetësisë, për arsye se unë e kisha në mendje një krahasim me luftrat në ish Jugosllavinë, se si kanë kaluar situatat, kështu që një lloj sigurie le ta kenë dikun s'paku. Por dëshira e babait e jona ka qenë që të kthehen, edhe në momentin që janë kry ato letra, Shuka me fëmijët ka ardhur. Pastaj kemi qenë pak më ndryshe në kontakt me ta, në raport me ta. Si ndjesh sot kur ishe ata, janë të rritur, të formuar, krenar, edhe ju me ta, por edhe ata me... Po, gjithsesi se po, janë pjekur, janë rritur, nuk janë fëmijë mërgjimtari. Ata shumë më ndryshe ndjejnë situatën edhe Kosovën, edhe krejt sakrificat e krejt e shumë të vetëdijshëm pse se kanë babajnë e tyre. Ne jemi krenar normalisht edhe me ta. Patjetër. Desha që sigurisht këto minuta ti kaloj për këtë pjesë, por nuk dua që ta harroja se si edhe profesion atë që nisëm të flasim nga fillimi dhe dua të kthej pak në studime. Dhe tash nga pensioni besoj do i kthehesh memorjes e vite edhe të arta, po edhe të vështira që keni kaluar. Kujtojmë se nuk po flasim për një periudhë të njëjtë sikur një studenti të ditëve të sotme me studentin e asaj kohe. Si kanë qenë për ty studenti i mjekësisë, studime të vështira, të lehta? Të vështira. Të vështira. Së pari e kisha një motivacion, më kujtohet kur isha në shkollë të mesme, edhe babai ishte gjykatës. Punonte në gjykatë atje, edhe për çdo vit ishte tradicional që të ketë një panajër libri. Edhe sa herë që kam shku kam le libra atje, thot fillimisht më jepte paratë dhe shkoja aq pare, aq libra. Gjitha libra? Sa i kisha, po. Po më vonë u bëra pak më i vetëdijshëm për një çështje tjetër, thash mos më jep paret, po ja me mua. Okej. E pastaj ti shtoj sa më shumë tituja. Atje pash një libër e mbajnë mend si u krijua jeta në tokë. Për ato pjesët e para, koacervate, këto. Pastaj biologjia, pastaj kjo. Po kemi lexuar në atë kohë edhe novela, romane, dashurijet, një çifti kirurg që ishin. Krejt nga pak e krijuan atë idenë e formësimit. Që shkojnë studime, për koincidencë ndodhi edhe unë që bashortën time të takoj në punë. E ke manifestu, duke lexuar librat. Po më kanë interesuar këto studimet pas ati shërbimit ushtarak, aso kohë që isha në Beograd. Nuk ishte lehtë, është dashur që të adaptohemi me një qytet shumë të madh, ishte në pyetje gjuha, rrethonat e ndryshme, po gjithsesi ishte pas 81-shës.
Edhe ishte ajo situata kur kishim vullosur atje një mendje të dhe të njëshën demonstratat Kosovën shqiptarët e krejt. Një pikë ndritshme ka qenë se aty ka qenë shoqata letraro-muzikore për pjekja në qytetin e studentave, e themeluar në vitet 50, 55, 56 nga koka shumë të ndritura si Zekiria Cana edhe të plot të tjerë do thot aty, edhe prej asaj kohe ka funksionuar edhe ajo realisht na u ka gjinë si shtëpi e dytë, ku i kemi ndihmu njëri tjetrit, kemi bë aktivitetet të ndryshme, koncerte, orë letrare, po mbi gjitha jemi mbajt kompakt. Edhe më kujtohet që njëherë përderisa ishte koha të pritnim autobusin që të lëviznim në turne për me ardhur në Kosovë, me dhonë koncertet, na godasin me shishe në xhama, na sulmojnë. Edhe ka qenë një situatë ata kurs në disi na kanë pasit mirë. Po, mos them për i natyre, po na gjithmonë kemi qenë ashtu dhe kemi vazhdu. Ka ndodhur, besa unë në atë kohë, dikun 85-ën, isha sekretar i shoqatës, edhe më ndodhi që të kem edhe sulm fizik nga student të nacionalitetit malazeze, serb me involvim të policisë, kuptohet gjykatës e krejt, por neve kemi vazhdu. Po është një situatë tjetër që po në 85-ën ndodh një incident me fatalitet ku një student i yni shqiptar në një mosmarrveshje me thik e lëndon aq shumë sa që vdes një student e tjetër. Edhe është bërë një situatë e jashtëzakontë për neve studentat shqiptarë që kemi qenë mjaft atje. Bile është dashur të organizohemi edhe sidomos gocat, vajzat që ishin studime prej Kosove, me përcjellje mesin e neve studentave krejt për një kohë të caktuar derisa të qetësohet situata të kthehen në shtëpi, se kishim frikë se po i sulmojnë, e nuk kishim qef ajo që të ndodhte. Pastaj në shtator të ati viti, më 4 shtator, tash i famkeqi Milošević ishte në qytetin e studentave, edhe të nesërmen unë si sekretar ku shkova të hap shoqatën, shof në derë mbi shkrimin atje se deri në të ardhmen shoqata do të mbyllet. Na e mbyllën. Kemi bërë lëvizje të ndryshme, kemi kontaktu Prishtinën këtu, nuk ka pas ndonjë sukses, kemi dashur që ta transferojmë për shkak se serbët kanë strategjitë e tyre perfide, jashtëzakonta. Dhe më kujtohet disa muaj më herët ata formuan një shoqatë të lahutistëve për ta mbyllur së bashku me përpjekjen me pretekstin se shoqatat në baza të vilajetit nuk lejohen. Ajo ka ekzistu prej 57-ës. Po krejt këto ishin disa vështirësi, pastaj dashtu me bë një formë të tjetër që edhe t'ja ndrojmë emrin në Nëna Tereze, edhe së bashku me edhe gazetarin e minjohur që një Fari Musliu, Selajdin Gjezairi, nonën e studentave isha unë dhe Bejtullah Destani, që është një historian dhe hartograf i jashtëzakontë në Londër. Po nuk patën edhe këto suksese as njëra, se ata aq ishin institucionalisht të pregaditur për refuzime për këto, po atër ngelen studimet gjithsesi, edhe pse edhe aty ka pas vështirësi të ndryshme, se notimi, ajo, kjo, ka pas... Po studime shëndetana të jashtëzakonshme që nuk të kthejnë në memorje të mira, por që rezistenca juaj ka bërë që të jemi sot ku jemi. Dua që të shohim pak këtë fotografi dhe të më tregosh çka ju kujton kjo kuti. Kjo është çanta ime, gjatë luftës njëra, kam pas edhe një tjetër, po njëra ma shumë për terapinë ampulare, për injekcionet që e kam bartë.
edhe kam bet për shkak se në ndërkohë na u kanë djegë të gjitha shtëpitë edhe krejt, po kjo ka shpëtuar. Edhe në një mbrëmje të pensionimit tim që kishte një mbrëmje familjare, motra është për kujdes edhe ma rikthej edhe çantën edhe po gjithsesi më kujton ato momentet të vështira atje që po kjo është shumë e shenjtë. Se kjo çantë kishte gjëra që u bante ma lehtë. Kanë qenë në ato male kanë qenë 27 të plagosur. Edhe ka pas edhe 7 lindje. Një koncentrim rreth 15.000 njerëz atje të gjitha moshave. Ne e dim në aspektin epidemiologjik se çka ka mund të ndodhë aty edhe është dashur mirë të menaxhohet ajo punë, po për fat të mirë edhe populli mezi e pret diken që t'i udhëheq, t'i instruktoj se çfarë qysh, edhe jetën e tipit llogorimi, domethënë ka qenë në rregull se u formu këshilli në atë mal, në ato kushte, edhe për shumë arsye sigurie nëse atakohet prej forcave serbe paramilitar, sidomos. Edhe unë jam kujdes për ata plagosurit, po për fat mirë gjithçka me ta ka shkuar mirë, edhe ka qenë një ndjenje pa përshkrueshme pas luftës që takohem me ta. Je takuar pas luftës çfarë bisedash, ose a ka ndonjë fjalë që e kujton, ke takuar diko pas shumë vitesh ndoshta edhe mbas edhe mund të mos e kesh njohur nga kalimi i viteve, apo vështirë që si njeh? Po të mi kishin tregu plagën me një herë i kisha njoft. Po i kam njoft. I kam njoft të gjithë edhe me tentativa e takimit ka qenë njëri që i kishte 7 plumba, 7 plagë. Në për trup, po 2 gelerë ishin vesh në kamp, aty i qëndronin edhe thash lese, kur të vjen koha pas luftës, i largojmë shumë thjesht, po rrit, shtu. Edhe isha menaxher me organizatën botërore të shëndetësisë, isha menaxher i qendrës trajnuese për mjekësi familjare. Edhe me një pauzë, kur u ktheva, i vinte era pjepër zyres. Dhe u befasova pak, asistentis thëmë që është jo erë, tha, ka qenë, tha, një njeri me ples, të kërkoj, tha, edhe thuj agaregj, që bën të fala. Edhe ta ka si e një pjepër. Po, tentimi ti. Pas të jemi taku edhe në përkujtimet e atyre ditve që kanë qenë për shkak se ka pas edhe të vrarë atje në disa pjesë, me 15 prill zakonisht. Aty i mbajnë përkujtimet edhe kam shtesin edhe me shumë knasi shkoj edhe i takoj edhe tash i janë andejk ndej. Po kjo agaregj fatkesisht ka vdeks prej moshës, po i ruajnë kujtimet më të mira për te edhe si një person që i pati humb shpresat, po ja dalëm me rikthy edhe me... Stiashar, a kanë vazhduar fëmijët rrugën tëndet, qenurit në botën e mjekësisë nga, apo, ja ku e kemi një fotografi? Këtu vesh një koment, happy family. Po pra, e vërtet. Familje. Na nuk kemi dasht. Kështë qika e babit? Të të bëj pak ngusht kështu në pytje. Jo, në shumës, qikat e babit. Qikat, nuk i ndona? Jo. Po tash e kem trashëgu edhe neve prej babaj, tash... E kuptoj, e kuptoj. Edhe tjetër qasi është ndaj vajzave, tjetër ndaj djalit. Jam më i pa kompromis ndaj djalit, sinqerisht. Po. Po a ishte i pari fëmi edhe unë nuk kam dasht ndikoj që shkojnë mjekësi. A i vetë e zgjodhi drejtimin, po tha, do shkojnë stomatologji. Dhe kam baruar shumë në sukses studimet stomatologjike. Tash i punon, është aktualisht shefi i shërbimit stomatologjisë në Gjilan. Bashortja është infermiere, ju trekova, e kam taku atje edhe... Ju ka bashku edhe profesioni. Ka ndodhe edhe kora që kemi punu normalisht ma shumë daras, shka këtë obligimeve, po ka edhe dikun rreth 3 vite që
tamam koncepti mjekësisë familjare. Tipik. Edhe ne si familje, me bashortën kemi punu bashkë. E këto gocat, Erza kam varu gjuhën angleze, profesoresh. Elona shkoj krejt diçka tjetër në arkitektur. Okej. Edhe shumë është edhe kjo. Është ambicioze. Thash mos na e bëjnë veç Kosovë, New York, apo nuk e di ato qytetet që janë nëpër Tajvan me ato rrokagjej. Fakti që të shoqëron Elona edhe sot këtu me ne në studio, nuk e bën pak më të veçantë, apo kështu ka qëllu koha? Është koha kur duhet tjetë qasje jonë me veçantë ndaj saj, për shkak se Erza ka tash edhe familjen e vetë, është martuar edhe na ka dhuru një mbesë që na ka ndryshu jetën për së miri, melodi e vogël. Okej. Kështu që po, Elona është akoma që thot popullin nuk ka dalë me bukë të vetë. Okej, qartë. Po, ju e keni përjetu pra ndjenjen e të qenurit gjysh, dhe gjyshi tashmë në pension, do të kaloj kohë shumë me mbesën, e tash zotit që të shtohet shtëpia, e të keni plot një pra mbesa. Zotri Jashar, faleminderit shumë për kohën që ishe sot me mua në studio, edhe njëherë nderë shumë i madhë që t'ju kem këtu. Faleminderit juve, është një jetë e tërë, ka shumë gjëra që nga kanë përcjellë në karrierë, po në pension më kujtohet kur në kolektivin në QKMF, kur ishte ceremonia që organizohet e krejt, thash kolegëve të ri, kuptohet është citati dikuj tjetër që ka thonë, po me pati lënë mbresat thella shumë herët. Thash, doktori mirë është ai që e trajton sëmundjen, por doktori madh është ai që e trajton pacientin me sëmundje. Unë shumë uroj që prej studimeve shumë fort të studiojnë, t'i dalin shumë ma fuqishëm përballë sëmundjeve, mos të kemi referime jashtë vendit shumë, mos t'i zhvillojmë kapacitetet se sinqerisht kari një ka potencial, po të motivohen të gjenden format politika, duhet t'i gjej format e motivimit edhe për studime, edhe për punë, lehtësira të krejt, që të shfrytëzohet një potencial. Për ndryshe, e keni pa tash janë edhe zgjedhjet, na nuk dojmë të hymë ashtu për zgjedhje, po thojnë vullnetin e popullit. Vullnetin e popullit. Ja. Unë përbesoj që politikanë duhet ta kenë vullnetin, kurse dëshirat jenë të popullit. Ata kjo dishti po ndodhë si e kundërta në politik po shkon dëshira e vullneti popullit. Letë ndrohet, letë kenë politika vullnet me i realizu dëshirat e popullit. E të urojmë shumë që këtë të mos ndodhë kjo mëkati ikje së të rinjëve jashtë vendit, sidomos kuadrave tepër të rëndësishme, specifikisht nëse po flasim për mjekësin, e dim që ka plot rinj e të reja që nuk u kryohen linjat edhe rrugët, qoftë nga studimet apo edhe nga mundësia punës. Po uroj që të shërbej edhe ky një mesazh juaj që e përcuat në fund. Edhe një herë faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve për hapësirën, për ishte shumë kënaqësi. E di që ka shumë, thatë edhe vetë një jetë të tonë, por në këta pak minuta munduam të përmendim disa prej momenteve më shënjuese. Ata thonë, më falni se për ju shkruaj gjatë, se s'kam kohë për t'ju shkruar shkurt. Edhe ne kështu ja bëm. Po, faleminderit gjithsesi për ftesën. Faleminderit shumë. Të dashur miq, do shkëputemi për pak minuta me marketingun, kthehem pas pak tek ju.